ardhshme. Ky është një vizion për një shekull të ri shqiptar. Ata e kanë frikë të vizion, sepse për herë të parë përballen me një forcë që nuk blihet dhe nuk shitet dhe nuk bën pazare me të ardhmen e kombit shqiptar. Të gjithë demokratët brenda dhe jashtë kësaj salle çliruan ndjenjen natyrale të çdo shqiptari që ka buçitur ndër shekuj, dëshirën për liri dhe dinjitet. Kjo nuk kontrollohet nga asnjë forcë dhe është shenja më e madhe e forcës së demokratëve që ata nuk e kontrollojnë dot. Demokratët janë një kokforci e historisë, janë një forcë që sado që përpiqen ta shuajnë, nuk ja arrin dot. Është një forcë që kthehet në një ortek zemrash të lira, sa herë e kërkon Shqipëria dhe sa herë e kërkojnë shqiptarët. Sot shqiptarët janë më të trimëruar falë rezistencës së demokratëve në këto vite, dhe më të prirur të hapin zemrat dhe mendjet e tyre ndaj ofertës, ndaj vizionit, ndaj alternativës që Partia Demokratike paraqet. Siç do ta thoshte presidenti Reagan, sot është një kohë për të zgjedhur. Dhe zgjedhja nuk është vetëm mes dy partive, është mes dy botkuptimeve, është mes dy rrugëve, rrugës së shkatrimit të plot të këtij vendi, apo rrugës së ringritjes kombëtare dhe transformimit të vendit. Për ata që thonë se nuk mundet, për ata që kanë humbur shpresën, për ata që janë lodhur, unë ju them, gjithmonë përpara ringritjes vjen errësira. Ne errësirën e kaluam, tani vjen ringritja e Shqipërisë dhe e shqiptarëve kudo ku ata janë. Demokratët nuk dorëzohen, sepse Shqipëria nuk na është dhënë as për ta sunduar, as për ta administruar. Shqipëria është për ta shpëtuar. Kjo tokë është më shumë se sa një vend, kjo tokë është një amanet i kaluar brez pas brezi, një amanet i kaluar përmes sakrificave të shekujve. Dhe është një amanet që Partia Demokratike e përqafon. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe Zoti i bekoft të gjithë shqiptarët që nuk pranojnë të heshtin. Koha është tani, e ardhmja është jona dhe shekulli që vjen është një shekull shqiptar në drejtimin e Partisë Demokratike. Faleminderit.